Përshëndetje. Në këtë video do të flasim për vështirësitë për të përqendruar. Një simptome zakonshme e ankthit, depresionit dhe stresit. Do të shqyrtojmë faktorët kryesorë që kontribuojnë në këtë vështirësi dhe si ndikojnë ato në jetën tonë të përditshme. Kur ndjehemi të stresuar apo të mbingarkuar emocionalisht, shpesh e kemi të vështirë të përqendrohemi. Kështu, duke përjetuar shpërqendrim të vazhdueshëm apo ndjesi se nuk po arrijmë të kryejmë detyrat si duhet. Një nga faktorët kryesorë që ndikon në vështirësinë për të përqendruar janë shtrembërimet kognitive, të cilat krijojnë një perceptim të shtrembëruar të situatave. Për shembull, dikush që mendon në mënyrë se çdo gabim i vogël do të çojë në pasoja të rënda, duke krijuar ndjenjen e mbingarkesës dhe duke e bërë të vështirë përqendrimin në detyrat aktuale. Një tjetër faktor është përzgjedhja e pavetëdijshme e informacionit, ku mendja jonë ka tendencë të fokusohet më shumë te mendimet negative ose burimet e stresit, duke i larguar vëmendjen nga detyrat dhe qëllimet e rëndësishme. Për shembull, një person që është i shqetësuar për një problem specifik në jetën personale, mund ta ketë të pamundur të përqendrohet në punë, pasi mendimet shqetësuese marrin përparësinë në mendjen e këtij personi. Kur vështirësitë në përqendrim bëhen të vazhdueshme, ato ndikojnë jo vetëm në performancën tonë të përditshme, por edhe në mirëqenien tonë emocionale, duke krijuar një cikël të mbingarkesës dhe pakënaqësisë. Kështu ju ftoj të ndiqni videon e ardhshme ku do të flasim për strategji praktike për të përmirësuar vështirësitë për të përqendruar.